Në gjëtëshift i ri, Arlindi dhe Era vendosën të provonin diçka të re për të ringjallur zjarin në marrëdhënien e tyre. Era i sugjeroi Arlindit të blinte një unas për organin gjenital për të shtuar ndjesit gjatë intimitetit. Arlindi, gjithmonë vetbesues, u pajtua menjëherë. Ai shkoi në farmaci, bleu paketën dhe u kthye në shtëpi i emocionuar. Atë natë, atmosfera ishte ngarkuar me pritje, por kur provoi të vendoste unazën, ajo nuk kalonte. Provoi sërish, me pak lubrifikant, asgjë. E ke shumë të vogël, tha Era duke qeshur. Arlindi u skuq. Jo moj, se e kam të ngushtun. Provoi edhe një herë, por unaza ngeci rreth gjysmës. Shiko, i tha Era, nuk po e gjen dot sepse unaza është standarde, por ti nuk je burr standard. Dhe pa pritur më, ajo e hodhi unazën në tavolinë, e përqafoi atë dhe i pëshpriti. Nuk na duhen mjete, ti je më se i mjaftueshëm. Arlindi qeshi i lehtësuar, që atë ditë ai u bë më i sigurt në lëkurën e tij, pa asnjë unazë, por me një lidhje më të fortë se kurrë.